Përshëndetje, paqja qoftë mbi ju. Sot dua të flas në lidhje me Arabinë Saudite, me vendin ku unë jetoj dhe që me kurreshtje shumë prej jush më pyesin shumë gjëra, shumë pyetje në lidhje me Arabinë Saudite. Unë jetoj në Riyadh, në kryeqytetin e Arabisë Saudite. Kam jetuar më përpara edhe në Damam. Kam vizituar Xhedën, kam vizituar sigurisht kam qenë në Mekë, kam vizituar Taifin, Tabukun, plus kam ndërmend që të vizitoj edhe qytete të tjera. Por prej shumë vitesh tashmë, si bazë kam kryeqytetin, ku këtu jam martuar dhe jetoj bashkë me 3 fëmijët e mi dhe bashortin. Riyadhi është një qytet që, si çdo kryeqytet, ka atë bukurinë e vet, po ka edhe atë zhurmën e vet, pasi normalisht ka me miliona banor që ekzistojnë, kështu që bëhet më i zhurmshëm nga qytetet e tjera. Për shembull, në krahasim me Damamin, Damami është pak më i qetë nga ana e jetës sociale. Vend nuk flen ndonjëherë, më saktë çdo gjë e ke 24 orë hapur. Njerëzit kanë qef më shumë që të rrinë gjithë natën zgjuar, i gjë nëpërpara që gjë që mbyllet shumë vonë. Dhe për shembull në kohë Ramazani, rrinë gjithë natën zgjuar dhe flen ditën. Por sigurisht edhe në kohë Ramazani kanë shumë këtë pjesën e gjumit, e kam vënë re që është një qytet që nuk flen kurrë. Është një qytet që ka dëshirë të qëndrojë edhe për shkak të vapës më saktë gjatë verës apo gjatë kohëve të nxehta. Është më mirë që për të qëndruar vonë edhe për të fjetur pastaj gjatë ditës. Kjo është pjesa që mua më pëlqen shumë, sepse unë nuk jam tip që dua të fle, kështu që e kam gjetur fiks dhe çdo gjë është e hapur, madje e pata vështirë në Shqipëri, sepse nuk gjëja mbyllej çdo gjë në ora 10 ose më herët, kështu që ky është vend perfekt për ata që nuk flen shumë gjumë dhe mund të gjesh hapur në çdo moment, qoftë supermarketet, qoftë çdo gjë tjetër. 24 orë hapur. Këtë ka që një veti tjetër si vend. Gjithsesi është një vend shumë i bukur, Riyadhi. Është një vend që unë si shtet, si vend, të gjithë Arabinë nuk do ta ndroja me asnjë vend tjetër për nga ana e qetësisë apo paqes që të fal. Pavarësisht asaj zhurmës sociale, sërish ekziston ajo paqja që të ofron ky si vend. Riyadhi është shumë i madh dhe është plot drita dhe plot bardhësi mund ta quaj. Në momentin që vjen me avion nga Shqipëria ta zëm në Arabi, dallohet ajo pjesa nga gjelbërimi në shkretëtir, është komplet verdhësi ose bardhësi mund ta quaj, por çdo gjë është e verdhë nga reflektimi i shkretëtirës. Është shumë nxehtë në krahasim me disa qytete të tjera, për shembull të Arabisë. Është arrin, domethënë mund të kemi vetëm tetor, nga fundi tetorit, nëntor, dhjetor, janar, që mund të bëj pak sa më fresk, po edhe ajo freskia, domethënë ftohti është pak më shumë në darkë, por që gjatë tyre muajve të dimrit, për shembull siç kemi në vendin tonë, ditën është më shumë si freski pranverore se sa nxehtësi, por sigurisht pjesa tjetër e muajve është shumë nxehtë dhe nuk mund të qëndrosh jashtë për shumë kohë, kështu që kanë bërë të mundur që çdo gjë në çdo vend ketë kondicioner, madje edhe ata që presin autobusin, është stacioni ka kondicioner brenda ku qëndrojnë njerëzit për të pritur. Kështu që çdo gjë bëhet në lëvizje me makina. Tani kohët e fundit që është futur dhe autobusi, edhe treni. Treni përfshin pika kryesore lagjesh në Riyadh dhe është ndërtuar dhe ai ka përfunduar kohët e fundit. Por që rrugët janë shumë të gjëra, edhe lagjet janë të gjëra, shtëpia nga shtëpia tjetër ka shumë gjërësi, domethënë si lagje.
rrugët janë shumë të mëdha, ka shumë vende parkimi për të parkuar makinat. Madje çdo vend ku ti shkon, çdo biznes që ti mund të frekuentosh, për shembull ka të parkimin e vet përpara, ngjan pak a shumë me si infrastrukturë me Amerikën, për shembull me zonat e nxehta si Floridën, por kanë atë ndryshimin e vet për gjërat e tjera. Të gjitha bizneset ndodhen këtu, përfshirë ato amerikane, të gjitha brendet e njohura etj. Vendi është shumë i pastër. Kudo që të shkosh ka pastërti, edhe në rrugë, edhe në çdo rrugë ka banjo publike, banjot janë shumë të pastra, në çdo banjë qëndron një person që mbas një personi ikën e vjen, ai person i pastron. Kudo që të hyni vjen era parfum, domethënë spitalet këtu janë shumë të mëdha. Qendra, siç ne kemi kafe në Shqipëri, këtu ka shumë qendra tregtare dhe qendra tregtare mund të jenë sa 3 herë sa që mund të jetë Tegu tek ne, apo një qendër tjetër më vogël, por që çdo gjë është pak a shumë gjigande, çdo gjë është shumë madhështore. I bëjnë gjërat shumë të bukura, duke filluar që nga paketimi i një pako me çokoladë apo një pako me hurma arabe etj. Çdo gjë e bëjnë shumë të bukur nga ana e pikpamjes publike, domethënë që njerëzit i kënaqet syri. Çdo vend ka nga një xhami, kudo që të shkosh, çdo lagje ka nga një xhami, çdo qendër tregtare ka nga një xhami, një dhomë falje ku ti mund të falësh. Po ashtu dhe çdo cep tazëm, një park e ka nga një xhami, kudo ka nga një xhami dhe sigurisht namazi nuk mundet kurse si për të humbur. Dhe kjo është gjë më e bukur. Adhanin ose thirrjen për të falur dëgjohet kudo, por sigurisht dëgjohet në atë formë që është jo shumë as që të duket sikur të duket si ulërim apo etj, është në një mënyrë që në një frekuencë që të gjithë mund ta dëgjojnë, por edhe nuk dëmton, domethënë pjesën e dëgjimit etj, që në krahasim me vendet e tjera që ndoshta altoparlantin e vejnë atë shumë të lartë, të mikrofonin etj. Këtu jo, shteti është kujdeset shumë për vendasit e tij në çdo gjë, në i ndihmon, dhe Arabia Saudite ka një përparësi shumë të madhe, një përparim shumë të madh, sidomos në fushën e teknologjisë. Çdo gjë bëhet nga një aplikacion telefoni, nuk ke nevojë të mbash radhë të gjata, apo ku diun të shkosh nga një zyrë në tjetrën, në sekond ti mund të vi ta zëm aplikon për një kartë debiti, a kreditit, të vjen direkt në shtëpi, ose nuk ke nevojë të fullesh në bankë, ke siç ka ATM në banka, ti mund ta printosh direkt kartën e kreditit apo debitit dhe e merr direkt në dorë, jo të presësh si në Shqipëri 10 ditë për të dalë një kartë banke. Çdo gjë bëhet nga telefoni, me një takim telefoni ti mund të bësh pagesa, nuk ke nevojë edhe ti mbash kartat fizikisht, thjesht i vendos në telefon. Nuk ka nevojë për të mbajtur kuleta, tashmë edhe ajo keshi nuk ekziston më, lek në kesh, apo para në kesh, thjesht nëpërmjet teknologjisë ti mund të bësh pagesa të ndryshme. Ka shumë biznese, kompani të mëdha që ekzistojnë këtu në Arabi dhe që shumë punonjës nga vende të ndryshme të botës, nga të gjitha kontinentet vinë e punojnë këtu. Mund të gjesh apartamente, normalisht qërat nuk janë shumë të lira, por që zakonisht kush punësohet nga një kompania i ofron një paketë që është shërbimi shëndetësor, shpesh kompanitë e kanë VIP, shërbimin shëndetësor, kartë shëndeti, mund të ofrojnë para për qira, ose mund të ofrojnë compound, që është një komunitet me shtëpia në një vend të caktuar, që ofron kompania. Ose ti mundesh ta gjesh vetë nëpërmjet dhe përfshihet brenda në pagën e punës. Tani janë bërë shumë ndryshime. Në janar pritet që
të huajt mund të blejnë shtëpi, mund të blejnë toka, ferma e tjerë, më përpara nuk ka ekzistuar kjo, prandaj shumica të huajve ose jetonin në këto compound të dhënë nga kompania, komunitete, ose merrnin shtëpi me qira. Tani duke filluar nga viti i ri që vjen, mund të blejnë shtëpi të huajt, jetesa është shumë e sigurt, mund ta lësh derën hap dhe asnjë gjë nuk të ndodh. Ligjet janë shumë të forta dhe duhet mendohet dikush nëse do të bëj diçka, do të mendohet shumë herë, kështu që nuk guxon askush të bëj gjëra të dëmshme. Është një vend shumë i sigurt, është një vend shumë i paqët, është një vend me njerëz që shohin punën e tyre, me njerëz që në çdo bisedë përmendin Allahun, bëjnë nga një urim, nuk dëgjon një fjalë të keqe, të paktën me aq sa unë kam parë, janë njerëz që kanë respekt për femrat, nuk të shohin në sy të vënë në siklet, në kuptimin kanë atë respektin që për ta zënë meshkujt mbajnë distancën. Dikur më përpara ka qenë edhe më e fortë kjo pjesë, ekzistojnë vende që ta zëm shkon në një dyqan apo në një dikur ka qenë që femrat qëndronin më vete, meshkujt qëndronin më vete, ta zëm në kafene të ndryshme. Por sot nuk ekziston ajo, por sigurisht ekziston ajo kultura që sot është e vështirë ta zëvësh ai respektin ndaj femrës. Do të thënë çdo kush mashkulli ka respekt ndaj femrës dhe nuk të vë në siklet apo gjëra të tjera. Ekzistojnë vende ku femrat qëndrojnë më vete dhe meshkujt më vete, sigurisht. Çdo shtëpi arabe ka nga një dhomë denjëje që është për miqt dhe në një dhomë qëndrojnë meshkujt dhe në një dhomë qëndrojnë femrat kur bëhen ta zën vizita etj. Vendi, siç e thash, është shumë i sigurt. Për fëmijët është një vend shumë i mirë për të rritur, është një vend që nuk ka trazira, nuk ka asnjë gjë, është një vend shumë i fuqishëm, është një vend që shteti bën shumë për popullsinë që ka këtu dhe sigurisht jep dhe siguri. Ka dhe shumë gjëra të tjera, por që unë për herë të parë kur kam ardhur këtu, kam ardhur në një periudhë që kanë qenë gjërat pak më ndryshe. Nuk do thoja që kanë qenë të vështira, përkundrazi çdo vend ka kulturën e vet, por kanë qenë disa rregulla që tashmë janë hequr, si për shembull detyrimi i mbajtjes së shamisë, ka qenë me ligj, ka ekzistuar vite më parë kur kam ardhur këtu, ka qenë policia fetare, e cila shpesh herë ndonjëherë, sidomos të huajt, i ndalonte nëse nuk vinin shamin. Por ajo nuk ekziston më tani, janë lehtësuar shumë rregullat. Më përpara për shembull duhet vishje abajën, sot ka dalë rregulli që të vishesh me rroba dinjitoze, në kuptimin rroba të lirshme. Nuk është domosdoshmërisht e thënë të mbash abaja, por të jenë rroba të lirshme pa simbole urrëtieje etj. Do të thënë dhe shumica e të huajve në fakt pëlqejnë që të vendosin abajën, sepse duket sikur bëhen njësh me kulturën dhe është një gjë shumë e bukur, pse jo. Unë personalisht më pëlqen dhe e mbaj abajën. Ndonjëherë qëllon që nuk e mbaj, por sigurisht veshje modeste. Popullsia është njerëzit lokalët, sauditët janë njerëz të qetë, njerëz të butë, shohin punën e tyre, nuk të dëmton kush. Secili ka terezinë e tij, janë shumë kurioztar të njohin mbi vendet e tjera, patjetër, dhe unë kur kam ardhur për herë të parë këtu, kam marrë vesh për Sheh Albanin, apo Hoxha Albanin, që këtu në Arabi është shumë i famshëm dhe unë prisja të më thoshin se zakonisht o mafje o Nën Teresa, por këtu të respektojnë shqiptarët akoma më shumë për pikërisht prej këtij shehut që është Sheh Albani, që ka qenë një hoxh shumë i famshëm dhe ka ndikuar shumë në themelet e çdo gjëje që ka të bëjë me Islamin dhe ka ndikuar për mirë. Kështu që mua në momentin që merrnin vesh që isha shqiptare, më përmendnin Sheh Albanin,
që ishte nga Shkodra, një hoxh i nderuar, që ndoshta do bëj një video tjetër pikërisht për këtë figurë. Dhe sigurisht një pjesë nuk e din se ku bie Shqipëria, disa nuk e din, disa të tjerë për shembull e din, i kanë vizituar sepse e vizitojnë vendet e ftohta, nga që këtu është shumë nxehtë, por që këto janë disa nga gjërat që mua më kanë bërë përshtypje në fillim, ka qenë kjo pjesa e kulturore, për shembull, distanca mes meshkujve dhe femrave, përpara se sa të bëhesha muslimane, ka qenë kjo pjesa e respektit, që askush nuk të shikonte për keq, ose të shikonte në sy, gjithmonë me kokën ulur. Ka qenë pjesa e dashamirësisë, kuptimin që njerëzit janë të gatshëm kur i kërkon për ndihmë të ndihmojnë, dhe është ajo një gjë që më ka bërë përshtypje, është ajo qetësia. Këtu duket si në Arabi duket sikur koha ndal, pasi edhe ora nuk ndryshon, duket sikur koha është shumë e ngadalt, sikur nuk ikën. Kjo më ka bërë përshtypje, plus pastaj patjetër zhvillimi i teknologjisë. Në një moment që unë vi në Shqipëri, më vështirësohet më shumë jeta, kuptime më shumë për çështje burokratike, të vështirësohet jeta sepse për një gjë, një delivery, këtu nëse porosit diçka të vjen menjëherë në shtëpi, domethënë të vjen shumë shpejt. Në Shqipëri kishte pak problematik sepse përtonin shumë këto të delivery ta sillnin gjën deri tek dera e shtëpisë. Gratë trajtohen shumë mirë, të paktën vendaset trajtohen shumë mirë, mbahen në plumb të dorës, më sa unë kam parë. Një grua ka kujdestarët e saj në kuptimin që ka disa persona që kujdesen për të, ka një shofer personal, ka 2-3 dado që i vinë nga pas, thjesht edhe për t'i mbajtur çantat. Bashorti e vlerëson shumë gruan, gruaja është mbretëresha e shtëpisë, kjo është shpreha që unë kam dëgjuar shumë këtu, dhe sigurisht çdo gjë e bëjnë, për çdo gjë ka ndihmë. As nuk poshtrohet, as nuk nështrohet. Dëshira e saj për të veshur me veshjen tradicionale. Këtu të gjithë vishën me veshjen tradicionale. Ai mund të ketë azëm të jetë shumë i pasur, por zgjedh të veshi me modesti veshjen e tij të kulturës së tij, ashtu siç edhe femrat. Nuk ka diçka që ta shohun si poshtrim, përkundrazi, unë këtu kam kuptuar se sa shumë i vlerësojnë femrat, ndryshe nga vendet e tjera. Të huajt i shoh që janë më të lumtur këtu, kuptimin edhe të feve të ndryshme, kush vjen këtu se kur i bëhet më mbar, mashallah, se mos të flasim për padashje, mund të vendosim syrin e keq, por që të huajt jetojnë më mirë se që jetonin të paktën në vendin e tyre, dhe madje dhe atyri është bërë mbar që të kenë ndihmës në shtëpi, në punë, etj. Me fëmijët. Kështu që ka shumë nacionalitete në të gjithë botën, që shumica janë nga vendet e lindjes, siç është Pakistani, India, janë nga Filipinet shumë, por dhe pastaj vjen pjesa e emigrantëve të tjerë, siç janë nga Amerika, nga Europa, nga Australia, ka shumë domethënë. Dhe shpeshherë këtu mund t'i dallosh dhe dialektet anglishti quajmë ne, për shembull anglishte filipineze, po anglishte indiane, po anglishte ruse, etj. Që i dallojmë dhe nga theksi njëri tjetrin, domethënë kur flasim. Mbi gati 80% e popullsisë di anglisht, domethënë nëse ti vjen për herë të parë në Arabi dhe e di shumë mirë anglishten, mund të merresh vesh sepse këtu e din anglishten, dhe rrallë mund të kesh që nuk e din. Sigurisht shumica që kanë ardhur kanë mësuar dhe arabishten, dhe unë po përpiqem që ta mësoj, dhe pse është shumë e vështirë, edhe pse kam vite këtu, prap është çike vështirë për të mësuar. Ke lloj-lloj nga
të gjithë bizneset për të bler veshje, ushqime e të tjerë i ke këtu. Nuk e di nëse harrova ndonjë gjë pa përmendur, por nëse keni pyetje mund të më pyesni dhe unë do ju kthej përgjigje. Kam patur pyetjen se si mundet, më kanë shprehur dëshirën për të ardhur në Arabi shumë njerëz. Ideja shumica këtu vinë me punë, duke u punësuar dhe puna të sponsorizon leje qëndrimi, ose ka nga ata që janë martuar, ka shumë shqiptarë që janë martuar me vendas, me nacionalitetet të ndryshme etj. Dhe nëpërmjet të bashkëshortit apo bashkëshortes kanë përfituar lejen e qëndrimit. Këtu, siç e thash, koha ecën shumë ngadalë, por që e rëndësishme është që unë nuk do ta ndroja me asnjë vend tjetër. Të paktën për fëmijët është një vend shumë i qetë, për fëmijët është një vend që ka shumë aktivitete dhe të mos harroj, domethënë deri në 2030 pritet që të mbaroj çdo gjë e bukur që është duke u ndërtuar, pasi akoma ka disa ndërtime duke u bërë. Arabia Saudite do të njihet si vendi i argëtimeve, në kuptimin do të ketë shumë argëtime, qoftë lojra për fëmijë, do me thënë shumë evenimente, është më parë si entertainment, më shumë për entertainment dhe për argëtim, dhe ka shumë qendra argëtimi, ka shumë vende ku njerëzit mund të kalojnë kohën në krahasim me shumë vite më përpara që shpesh pyesje veten çfarë do bëj sot. Kështu që sot ka shumë qendra argëtimi nga më të ndryshmet që fëmijët, po edhe të rriturit mund të kalojnë kohën. Shkollat janë shumë të mira. Kam parë disa shkolla këtu përfshi dhe shkollën ku kam fëmijët e mi, shumë ndryshe nga shkollat, nuk e di, në të paktën në krahasim me Shqipërinë. Janë shkollat nga kopshtet deri në gjimnaz dhe më pas ke dhe universitetet. Madje sot vizitova një universitet dhe edhe në universitetet janë madhështore. Sigurisht shkollat tu në Arabi janë femra të veç dhe djemë të veç, nuk janë bashk. 2000 years later, 6.5 hours later, a few inches later, day 2. Mommy, can I get a charge in your room? Okay, close the door, please. Can I get a charge? One eternity later. Shkollat janë goxha të mira në kuptimin i ofrojnë fëmijëve shumë aktivitete, që çdo ditë ka nga një aktivitet të ndryshëm që dhe fëmia nuk mërzitet. Madje edhe në kafenen e shkollës, tashmë kanë bërë fëmijët që të paguajnë me kartë, po me kartë ta zëm debitit, secili ka nga një kartë që prindi i hedh në aplikacion para dhe ai mund të shkojë të blejë diçka tek dyqani i shkollës, pa dal diku, domethënë pa dalë jashtë shkolle, është shumë e sigurt në lidhje me çdo gjë. Ka shumë shkolla ndërkombëtare, sigurisht ka dhe lokale, po ka shumë shkolla international schools, pasi pjesa më e madhe e popullsisë përbëhet nga emigrant, kështu që është një vend që ka gjërat që Zoti i ka bërë të begat dhe i ka dhënë më të mirat. Nafta është shumë e lirë, në krahasim mbaj mend me naftën në Shqipëri, është më e lirë se uji, normalisht. Uji mund të jetë edhe më i shtrenjtë, për shkak dhe të vendit e tjerë. Që thash, ka shumë pastërti. Në çdo vend ku të shkosh, qoftë spital, qoftë në çdo vend vjen era parfum. Unë kisha prindrit herën e fundit këtu dhe ata u habitën. Sigurisht është ndryshe të flasësh për Arabin dhe është ndryshe ta përjetosh dhe ta vizitosh. Kështu që uroj që të gjitha keni mundësinë për ta vizituar. Unë si qëllim tani kam të vizitoj Medinën edhe sërish Mekën. Inshallah së shpejti na bëhet mbar, por që nuk mund të flasim dot në lidhje me Arabin nëse nuk e përjetoni dot. Kështu që unë vite më përpara nuk dija asnjë gjë, mendoja në fillim gjithçka duket shkretëtir, ku po vi këtu, por në fakt kur unë erdha dhe del ngadalë, sigurisht fillimi është shumë i vështirë, më pas pasi ambientohesh, kupton kulturën,
kupton njerëzit, kupton vendet, atëherë është dhe më mirë. Më përpara femrat nuk mund të udhëtonin me makinë. Sigurisht tashmë është bërë mundur që të udhëtojnë me makinë dhe pavarësisht se disa preferojnë ta zënë shofer personal, ka shumë tani që janë zhvilluar nga ana e pavarësisë dhe pikërisht sepse rrugët janë shumë të mëdha, shumë të largëta, distancat, është e nevojshme makina. Mund të përdorësh autobusin dhe trenin, por unë personalisht më duket më lehtë makina. Ka problem, nuk e quaj problem, por për ne që jemi mësuar ta zëmë të ecim në këmbë, nuk ka shumë vende për të ecur në këmbë, por janë në ndërtim, janë krijuar në disa vende, ka shumë parqe të mëdha ku ti mund të ecësh, të bësh ecjen e mëngjesit, apo ka shumë parqe me lodra fëmijësh që dalin në natyrë, sidomos në këtë periudhë që është freskët, sepse në verë pastaj çdo gjë ke brenda, por që edhe në verë këtu vendosin nga këto që janë freskuese me ujë, ke kondicioner dhe jashtë ndonjëherë, kështu që nuk ke vërtet ku të ecësh shpesh herë, sepse çdo gjë është bërë rrugë për makina, por akoma është në ndërtim e sipër, vetëm te kjo zona ku unë jetoj, janë duke bërë ndërtime goxha të mëdha, por infrastruktura është mrekulli. Çdo gjë ka të rregullin e vet, ka të cilësinë e vet, domethënë unë me fjalë nuk di si ta përshkruaj, por që Riadi, ku unë jetoj tani është një vend që ka të zhvillimin e vet, teknologjia është shumë e lartë, ka çdo gjë në rregull, pra çdo gjë është kuti, kuptimi çdo gjë është e saktë, e mirëmenduar mirë dhe është, domethënë më vjen shumë mirë që shoh drejtsinë që shteti ka me popullin e vet. Populli vet është i lumtur, i kanë çdo gjë të mirë, mbahen mirë, kështu që është goxha mirë. Kjo është pak a shumë në lidhje me Arabinë Saudite. Unë mendoj që prindrit e mi thanë një shprehje para se të iknin, thanë këtu pas ke gjithçka, përveç se nënës dhe babës, babajnë dhe nënën nuk e ke, por këtu ke gjithçka. Kjo është ajo shpreha që më thanë dhe që e kam akoma në mendje dhe që më frymëzuan më shumë dhe më motivuan për ta dashur edhe më shumë këtë vend. Kështu që sidomos për fëmijët, por edhe për veten, sigurisht është një vend nuk ka si ky vend. Kështu që uroj ta vizitoni edhe ta kuptoni që shpesh herë jo çdo gjë që thuhet është e vërtet, por çdo gjë që përjetohet të jep atë ndjesinë e vërtet.